Në gjyshatën Bektashiane të Vlorës është zhvilluar këtë shtunë ceremonia Festa e Ashures, si një prej festave dhe ditëve më të shenjta të besimit bektashi. Një ceremoni kjo e drejtuar nga kryegjyshi botror i bektashinjve Baba Edmond Brahimaj, i cili në fjalën e tij është drejtuar me lutje Zotit për gjithë besimtarët brenda dhe jashtë vendit. Zoti uroftë bekoft, Zoti uroftë bekoft, Zoti uroftë bekoft të gjithë ata që durojnë tek nevojtarët. O Zoti ynë, ti je pare i mbrapëm, pare i çdo gjë, ti je dukur dhe i pa dukur dhe mbi ty dhe në ty s'ka gjë. Ti je i madh, i ndershëm me gjykatë si drejt. O Zoti i madh, ti që ke qenë i pari para çdo sendi dhe do jesh gjithmonë pas çdo sendi. Ti që je më afër ndaj me nga deli qafës, ti je punëtor dhe bën çdo send që dëshiron. Ti që hyn mes njeriu të zemrës tij, o ti që je dukshëm lart poshtë kudo tek do. O ti që ndjenesh çdo send e nuk e përngjan asgjë. O ti që ke zotësi për çdo gjë. O Perëndi, na e pranon lutjet tona, e na plotëson dëshirat e nevojat tona, për hak të Hazret Muhammed Mustafait, të Hazret Alimit të Zajt, fëmijë e fisit të tyre të pastra e të bekulluar. Në fjalën e tij për Blu Televizion, Baba Edmond Brahimaj ka uruar festën e Ashures, teksa ka thënë se shpreson që të ketë më shumë dashuri mes njëri tjetrit, si dhe harmoni mes besimtarëve dhe besimeve fetare. Baba Mondi thotë se kjo është festa më e rëndësishme e besimit bektashi, ku sakrifikuan 72 vet për të vërtetën, lirin, paqen dhe harmoninë. Dashuri midis njëri tjetrit, edhe midis komuniteteve që vllai im katolik ka ardhur sot ta uroj, edhe këtij urojmë detyrë të re, suksese, mbarësi në punë, që edhe vëllezërit tanë katolik të jetojnë në paqe, dashuri, siç kemi jetuar gjithmonë, me një harmoni dhe një bashkëjetesë fetare të shkëlqyer, ku në Shqipëri dallohet nga gjithë vendet tjera dhe është një gjë e veçantë që është e rrallë në botë. Dhe ne mundohemi që ta mbajmë gjallë të dashurinë, këtë paqe, siç edhe lutjet që thamë, për paqen e për dashurinë e për mirësinë marrënjërzore. Urojmë, bekojmë të gjithë vëllezërit tonë, të kemi dashuri, paqe, mirësi në këto ditë të shenjta të muajit Muharrem. Patjetër është e rëndësishme se u sakrifikuan 72 vet për të vërtetën, për dashurinë, për paqen, kundra, si ta them unë, pjesës ekstreme, siç vazhdon që të jetë gjithmonë. E mira gjithmonë ka qenë në luftë dhe e mira do fitojë gjithmonë, pavarësisht se do ketë luhatje, se e keqja është e shpejtë, kurse e mira do mund, do gjak, do djes, do sakrifica. Prandaj këta burra që kanë dhënë jetë na tregojnë që pa mund, pa sakrifica nuk është asgjë në këtë botë të përkohshme. Urojmë gjithmonë paqe, dashuri dhe mirësi. Prezent në festën e Ashures në kryegjyshatën bektashiane kanë qenë përfaqësues të partive politike në Vlorë, si të besimeve fetare, të cilët kanë uruar këtë festë për besimtarët bektashian kudo që ndodhen. Gëzoj që jam tu për herën e parë në Vlorë për më pjesën e festin tuaj. Ashures ju uroj çdo të mirë, bekimet e Zotit dhe vllaznia mes nesh. Po unë jam si 2 muaj që jam tu në ju dhe Shqipërisë si administrator apostolik. O, Vlora, bukur, shife këtu mbrapa, mrekulli. O, më kanë ta ju, të vesh, vetëm Vlora. Vlora është piknisë, pikardjes, por gjithmonë janë në lëvizje ju Shqipnisë, kanë kujdes për tisa komunitete katolike dhe me marrëdhënie vllazënore me fete tjera që janë të cilët bashkëpunojnë për mirë të Zotit, për lavdin e Zotit e mirë të njerëzve. Veçantë dhe të begat, në emër të Partisë Demokratike Dega Vlorë, dëshirojmë të urojmë të gjithë besimtarët bektashian, gëzuar, mbarësi, shëndet, paqe dhe mirësi në familje dhe kudo. Faleminderit. Sipas kalendarit të bektashinjve, dita e Ashures vjen pas të 10 ditëve zije të njohura si Matemi, përkujtuar në nder të Imam Hysenit dhe shtaje e 2 dëshmorëve të rënë në luftën në Kerbela.